jemi mbledhur sot në këtë ditë të gëzuar, pasi Allahu Gjallëshanuhu na ka mundësuar të falemi dhe të agjërojmë për një muaj të tërë, aq sa ai na e ka lehtësuar, aq sa ai na e ka bërë të mundur. نلتقي ونستذكر نعمة الله عز وجل علينا ونتواصى فيما بيننا وفق قيم ديننا الحنيف الذي جاء رحمة للعالمين. Mblidhemi sot për të kujtuar mirësitë e Allahut mbi ne, për të përmendur atë që Allahu na ka dhënë. Mblidhemi sot për ta këshilluar njëri tjetrin për mirë, për ta këshilluar njëri tjetrin me vlerat islame, vlerat e fesë sonë të pastër, e cila na drejton vetëm në udhën e drejtë. هذا اليوم من شعائر الله جل وعلا نحمده سبحانه وتعالى فيه على ما من به علينا ونسأل الله جل وعلا أن يزيدنا من فضله وأن يوفقنا بما هو خيرنا في ديننا ودنيانا وأن يلهمنا رشدنا ويدلنا على خير أمرنا. Kjo ditë është një prej ditëve simbol, një prej ditëve shenjë të Allahut Gjallëshanuhu, ku neve na takon ta falenderojmë atë për çdo mirësi që na ka dhënë. Gjithashtu na takon t'i lutemi Zotit, t'i lutemi krijuesit ton fuqiplot që të na tregoj rrugën e drejtë, që të na inspiroj atë që është më e mira, edhe që të na jap më të mirën, të na jap më të dobishmen për jetën e kësaj dynjaje, e kësaj bote dhe jetën e përtejme, jetën e përhershme atë të ahiretit. سعدت بدعوة كريمة لمشاركتكم فرحة العيد والتشرف بالصلاة والخطبة في هذا اليوم، وأسعد وأتشرف بتلبية هذه الدعوة الكريمة، وأيضا أتشرف بلقائكم ومعايدتكم. Lejoni t'ju them se ftesa për të qenë këtu me ju sot më gëzoi shumë, ftesa për të falur namazin e Bajramit me ju, ftesa për të mbajt hutbën e Bajramit më dha shumë gëzim brenda meje. Dhe po me të njëjtin gëzim ju përgjigja kësaj ftese dhe jam këtu për ta gëzuar së bashku këtë ditë, për të festuar së bashku dhe për të parë me njëri tjetrin. وبعون الله عز وجل نؤدي الصلاة وأيضا نقوم بالخطبة ولن نطيل في ذلك مراعاة للأحوال الجوية. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا وأن يجعلنا مباركين حيث كنا. Ndaj, me lejnë Allahu Gjallëshanuhu, sot do të falim së bashku namazin e Bajramit, do të mundohen të mbaj edhe hutbën në një mënyrë që për shkak kushteve atmosferike askush pra të mos dëmtohet. Në përfundim dua ta lutem Allahun Gjallëshanuhu që të na i pranojë të gjitha veprat që kemi paraqitur para tij në këtë muaj të bekuar dhe të na e bekoj rrugën, na e bekoj këtë ditë të gëzuar. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Suksesi është vetëm në dorën e Allahut Gjallëshanuhu, paqja dhe shpëtimi i Zotit qofshin mbi profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. لله
Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Falenderojmë sekretarin e përgjithshëm të Ligës Botërore Islame, shkëlqësinë e tij Doktor Muhammed bin Abdul Karim El Isa, për fjalët e tij dhe për mesazhet e çmuara që përcolli sot në sheshin Skënderbeu. Të nderuar besimtarë, më lejoni të jap edhe një njoftim shumë të rëndësishëm. Pas namazit të Bajramit është edhe hutbe e Bajramit, e cila është pjesë shumë e rëndësishme e adhurimit të sotëm, dhe ju lutem të qëndroni dhe të dëgjoni me vëmendje hutben që do të mbajë shkencësia e tij Dr. Muhammed bin Abdul Karim El Isa, hutbe e cila do të ketë edhe përshtim në shqip, ashtu si ishte edhe teksti i imi. Dhe në përfundim lutim Allahun e lartësuar që të na i pranojë adhurimet, të na falë gabimet dhe të na bëjë ndër ata që dalin nga ky muaj të pastruar nga mëkatet, siç përgëzon edhe Allahu në një hadith qudsi, për mua agjëruat dhe sipas urdhrit tim falet namazin e Bajramit. Ktheuni në shtëpitë tuaja të pastruara nga mëkatet dhe të falur. Ju ftojmë të gjithëve të bëhemi gati për namazin e Fitr Bajramit. Ju lutem të ndiqni imamin. Allahu na i pranon veprat dhe na shpërblet me mirësitë e tij. Gëzuar edhe një herë Fitr Bajramin të gjithëve.